cilat janë smundjet kronike, të cilat, po e thamë, thojza e ndihmojnë një organizëm të ketë fraktura ma lehtë, që ka përqindje, për shembull një osteoporozë, ka përqindje shumë më ndoja me një rrëzim të lehtë me pas një frakturë se sa unë që s'ka me osteoporozë, për shembull. A ma sfjegon pak ta? Këto po du me spjegu, do më thonë, pak me periudat kohore qësh edhe fillova mi ndo. Periuda prej moshës, prej kur fillon aktiviteti, tash po këtena pak ma në fillim, për mos me ndoshta kom edhe 5 minuta. Do më thonë, aktivitetet e shtume që s'mujta mi përmbledh ma ndje vazhdu dikun tjetër të mosha 18 vjeqare. Aksidentet jënë tepër të tmerrshme. Aksidenti kur fëmijët fillojnë me 18 vjeçar, që tashmë nuk janë fëmijë, fillojnë me vozita, aty ka mundësi me ndodhë traumat mëdha dhe ne ballafaqohemi me fraktura jo sikur të fëmijëve që janë fraktura që është rrëzu. Do të thonë, fillon aktiviteti